Në Librazh është zhvilluar një operacion policor kundër kultivimit të lëndëve narkotike, i koduar faza e parë, ku është goditur një tentativë në fazë fillestare për kultivimin e kanabisit. Shërbimet e Komisariatit Policisë Librazh në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan dhe në koordinim me prokurorinë finalizuan operacionin pas një hetimi proaktiv për dokumentimin e kësaj veprimtarie kriminale. Si rezultat u arrestuan në flagrancë 2 shtetas, 24 dhe 26 vjeç, banues në fshatin Gjyrë, të cilët u kapën në një zonë të pyllëzuar, ku kishin kultivuar fidan të dyshuar narkotik të llojit cannabis sativa në platforma polisteroli. Gjatë operacionit policia zgjersoi fidanët e kultivuar, ndërsa sekuestroi një auto mjet që përdorej nga autorët për të shkuar në zonë si dhe 3 telefona celular. Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet dhe hetimet në kuadër të operacionit anti-kanabis, faza e parë, vijojnë, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Elbasanit për veprime të mëtejshme.